Vllaznia ka marrë një fitore mjaft e rëndësishme në minutat e fundit të sfidës në Elbasanit, një gol i Dodaj në limite, jella 3 pikë shkodranëve në fitoren 2-1, ku kishte mjaft tension dhe përplasjen e fund takimit mes stafeve të dy ekipeve. Pas ndeshjes Rani Martinu shpreh se ishte një fitore që të bën me zemër. Fitore që të bën me zemër deri në sekondat e fundit. Komplimenta djemve, ka dhënë karakter. Ndoshta shumë pak terren në lëmë Elbasani me lut nga që edhe ndeshjet e fundit kemi pas sukses duke e mbyll me 0, shumë terren, psuam gol. Edhe më 90 minutat e fundit dolme përpara, lam shumë hapësina, mund të edhe të ndëshkoshin, po fal karakterit djemve luftë tyne, përqendrimit maksimal, arritëm e fitu bravo i qoftë, sepse bënë një ndeshje si burrat. I uroj tanë Shkodrës, sepse vllaznia është emblema kësaj Shkodrës, gëzuar ditëlindjen, i them çdo shkodranit, sepse 107 vjet janë pjesë e viteve çdo qytetar. Mendimi tim ne jemi merituar më shumë, sepse luajm mirë, ishim edhe rastet për golat, por kjo është e futboll edhe nuk i di çfarë më të them më shumë. Meriton çunat minimumi barazim, por e tash edhe një herë, futbolli është e bukur sepse deri minuta fundit, deri sekunda fundit ti nuk i di si të shkon në ndeshje. Do qash masa ndeshje apo do qesh, domethënë. I kënaqur për fitoren u shpreh autori i golit të dytë Kevin Dodaj. Më rëndësishme është fitoria e ekipit dhe 3 pikët, shpresoj të bëjmë 2-3, kjo është më rëndësishme për mua dhe për ekipin. Ai kisha shijuar edhe një herë këtë gol, por kjo me Dinamon para 2 vitesh, por kjo ishte një ndjesim e veçantë sepse jemi në vendin e parë, ndjem shumë minuta. Besoj se po, për titullin kampionar më kthy. Me këtë fitore vllaznia vijon kryesimin me 40 pikë, 5 më shumë se Ignatja vjen në dytë.